spontanisht nisa edhe kanalin e YouTube-it atje në një periudhë goxha të vështirë. Kur erdha këtu ishte pak do të ishte shumë e vështirë. Nëse ti nuk krijon një komunitet, nuk e për të krijuar kurrë të ardhura. Mendoj që kam pasur benefitin që nuk kam pasur një shembull. Biznesi është shumë impenjativ edhe shumë më i vështirë për të krijuar. Unë nuk do ta kisha krijuar apo nuk do mundesha, do dështoja gjatë rrugës, nëse nuk do kisha krijuar një komunitet përpara. Ti mund të kesh miliona ndjekës në Shqipëri, nëse ti nuk jep eksperiencën, nuk ta blen as edhe një njeri, maksimumi mame dhe babi. Që të jesh një person siç mund të jem unë, pak i njohur dhe ka një biznes, është ik me dy presa. Kjo gjëja është shumë sfiduese për ty, që ti ta mbash gjithkohës on top biznesin dhe kur vetë nuk je on top. Kur unë fillova të flisja kështu siç po flas tani pa doreza, filloi ndryshonte çdo gjë. Unë kam ftuar në javët në vazhdim disa prej njerëzve që mendoj se kanë një vlerë të madhe për t'u ndarë me ju dhe do futen thellë në për diskutime me ta, me qëllim që t'jap vlerën maksimale për ju. Megjithatë, që ta bëj këtë gjë, kam nevojë për ndërveprim nga ana juaj, kam nevojë që ju të reagoni me qëllim që unë të kuptoj a ka vlerë realisht për ju dhe cilët janë elementet që kanë më shumë vlerë. Këtë reagim ju mund ta bëni në atë formë që ju e mendoni të arsyeshme. Mund të jetë një koment, mund të jetë një kritik, mund të jetë një pyetje, mund të jetë një like, mund të jetë një shpërndarje në rrjetin tuaj. Nuk ka rëndësi, si të ndjeni ju më mirë, megjithatë që unë t'i jap maksimumin, kam nevojë për reagim nga ana juaj. Kështu që mos u frenoni të reagoni në asnjë moment, sepse kjo do ju jap vlerë juve edhe të gjithë atyre që do na dëgjojnë në këto tema. Kështu që mos hezitoni të komentoni, prandaj le t'i futemi më herë të ftuarit ton të radhës. Shumë faleminderit mirë që ka ardhur, Sara. Faleminderit ju për ftesën. Unë kam vite që të ndjek vetë personalisht, që kur kam nisur të shes edhe e kam parë impaktin, edhe shumë shpesh e kam krahasuar impaktin tënd me impaktin e portokallis ose të Arjan Çanit, e kam testuar të gjitha rastet. Po me pak lek. Me më pak lek, domethënë return on investment, fitimi është shumë i madh nëse investon. Edhe përveç asaj, kam përshtypjen që e ke nisur në një kohë goxha të vështirë. Kështu që prandaj doja që me patjetër të nisim të flisnim për studentët, sepse këta janë pikërisht në atë hapin e nisjes. Edhe gjëja që ne e nisim është nga shkolla. Këta janë gjithë në shkollë të lartë. Çfarë ka ndodhur me ty? Çfarë po ndodhte kur ishe në shkollë? Edhe çfarë bëre? Po e nis me YouTube-in. Në fakt unë kam ndjekur si besoj se gjithë ju kanë ndjekur YouTube që adoleshente, por e përdoren gjithmonë YouTube-in për këmbë, se adoleshenca ime besoj se nuk është e njëjta me shumicën prej jush. E keni kaluar pak më vonë dhe keni pasur mundësinë që të shihni dhe tutoriale dhe gjëra të tjera, ne vetëm muzikë dëgjoni maksimumi. Kur shkova për studime në Gjermani, aty fillova të shikoja videot e tjera më shumë për të praktikuar gjuhën, që ishin, domethënë për një gjë që do më pëlqente që të shifja për të praktikuar gjuhën dhe në të njëjtën kohë më dukej edhe interesante të mësoja fjalë të reja. Dhe fillova të shifja shumë video YouTube-i, në fillim në anglisht, pastaj në gjermanisht. Dhe unë gjithmonë kam qenë ky personi spontan. Domethënë edhe për shkollën që kam zgjedhur që të bëj, të gjithë më kanë thënë është shumë e vështirë arkitektura etj dhe unë thash jo do ta bëj. Dhe mundësisht zgjodha një vend, një shtet siç ishte Gjermania, që nuk dija asnjë fjalë gjermanisht. Pra jam gjithmonë kështu spontane dhe spontanisht nisa edhe kanalin e YouTube-it atje në një periudhë goxha të vështirë time, se nuk po përshtatesha, kisha ndryshuar qytet, nuk po përshtatesha, i kisha mësuar me... Unë jam shumë introverte ekstroverte, pra jam introverte, por kur më afrohen njerëzit patjetër jam shumë e hapur për të qëndruar me njerëz të caktuar. Por në Innsbruck unë ishte si një Tiranë e vogël ku njerëzit kishin krijuar ato rrethet e tyre dhe më duke shumë e vështirë të fitin. Ndërkohë kisha fituar një shkollë shumë të mirë atje, që ishte shkolla e dytë në Europë më e mirë për arkitekturë. Dhe isha midis kësaj betejës që duhet qëndroj, sepse jam në një shkollë shumë të mirë dhe jo të gjithë kanë fatin, jo vetëm fatin, por e arrin që t'jenë këtu. Dhe nga ana tjetër nuk e di se çfarë të bëj, sepse nuk po ndihem mirë vetë emocionalisht që vazhdoj të qëndroj këtu. Dhe përdora YouTube në fakt si një moment, si një rrugë që
të shpërqendrohesha pak, duke qenë se unë nuk paradilja aty dhe ishte kështu si momenti im që unë shpërqendrohesha dhe bëja gjëra të bukura. Shoqet më kërkonin gjatë gjithë kohës që ti tregoja se si bëheshin ato make-upet që unë i kam pasur gjithmonë qef. Dhe thash, ok, po i bëj edhe pa folur se kisha turp. Po i bëj këtu. Në thënë drejtën, kamerën e parë që kam bler, turp është ta them, por një shoku im vendoste baste tek një 365, nuk e di se ç'është një kështu me baste. E nese, dhe më thotë Sara, më thotë mua do ta provosh një herë, më tha mua të vendosësh një herë ti. Dhe thash, ok, po e vendos. Dhe vendosa një 10 orë në ca kështu ekipe që unë nuk ja kam iden, edhe më pyesësh sot nuk ja kam iden fare. Ishin në Arabi, në vende total kot, ja futa totalisht kot. Futa 10.000 lekë dhe fitova 1.000 euro ditën tjetër. Nuk e provova më kurrë, por ishte e vetmja mënyrë. Dhe nëse nuk do kishte ndodhur ajo, do e kisha bërë me celular, po thash, ok, gjëja e parë që do bësh do blej një kamera, se dua që të nis YouTube-in. Pra ti e ke nisur YouTube-in që në shkollë të lartë. Po. Tentativat e para. Jo, nisa vërtet postoja një herë në javë. Pra që në universitet ke Po, nisur në profesor që vije para 9 viteve. Pak më shumë. Se para 9 vite. Po, para 9 viteve në fakt, po. Okej, po si ka mundësi që nga një degë arkitektura e fokusove vëmendjen te YouTube-i, se kam përshtypjen kërkonte shumë impenjime, por nuk kërkonte, ishte vetëm ajo rehatia e largimit. Unë e bëja për qef në fillim. Domethënë, unë kam qenë gjithmonë ky personi që dua t'i bëj gjërat mirë, dhe kur unë shikoj që nuk jam më e mira në atë gjën që bëj, e lë për gjysëm. Dhe nuk më intereson, domethënë që gjithë mundi që ka qenë mbrapa, prap unë e lë. Dhe për videot e make-up ka qenë fiks kështu. Pra unë bëra një tutorial, domethënë mësova se si editoj në Final Cut, që është tani akoma përdoret Final Cut për editimet edhe profesionale. Mësova se si të bëj prerje, vendosja një muzikë edhe e nxirrja. Për syrin tip ishte fantastike. Okay. Kisha dhe një dritë mbrapa. Kështu që ishte çdo gjë shumë bukur, por normalisht ishte maksimumi që mund të bëj, thjesht aq dia dhe aq bëja. Dhe nuk e mendoja që do ta shihnin më shumë se sa 10 njerëz që më njihnin mua. Por që video e parë mori një 2.000 klikime, që për mua ishte kështu shok sepse unë në ato momente as 2.000 njerëz nuk njihja në jetën time. Jo, më të mendoja që do më diqnin 2.000 njerëz video. Dhe gjatë gjithë kohës bëja kështu. Domethënë u fiksova dhe u bë fiks kështu si addiction që duhet postoj që të shoh sa do shkoj kjo video tjetër. Po pjesa e shkollës, domethënë e vazhdoja, domethënë vallëzimi midis shkollës edhe kësaj gjëja, por nuk ishte aq impenjative. Për sa orë mund të Jo, ka qenë impenjative, por unë punoj më mirë në presion. Dhe këtë e kam kuptuar shumë më vonë, jo në ato momente. Ato në momente unë isha thjesht individi që vazhdonte te ky wheelie, te kjo rrota e mjut, që vazhdon bën edhe këtë. Por për mua ishte si hobi kjo. Pra unë këtu si njerëzit kanë qef të pikturojnë apo të dalin, unë kisha këtë hobi, më kupton, dhe normalisht kur ti shkon në shkollë, në universitet në këtë rast, bën projektet e tua, pastaj ke një periudhë të caktuar kohë të lirë, dhe unë kohën e lirë e përdorja për këtë gjë. Pra kjo ishte si hobi im. Pra ti nuk kishe një pritshmëri shumë të lartë, kishe vetëm diçka argëtuese? Madje unë jam djerë shumë mirë tek kjo pjesa në Innsbruck, aty ku jetoja kur nisa YouTube-in, sepse unë shkoja në për dyqane që do plija produktet e mia, dhe i thaj që unë kam edhe një kanal YouTube, unë ka 3 video kisha aty, po bëja sigur, jo se si atërgojës, atë e shifnin për emrin ti, po dhe ti rrisja pritshmëritë, sepse vërtet e besoja që unë mund të shkoja diku nëse vazhdoja këtë gjë. Por normalisht unë studente nuk isha lekë që të blija për çdo vit tani produkte të reja, se çfarë do bëja, do haja apo do blija produktet. Kështu që në çdo vend që shkoja i thoja që unë kam një kanal YouTube, nëse ju intereson mund të bëj një video, dhe kur ma jepnin atë produktin, jo video, po nuk e di çfarë i bëja atij produkti, një kremi të Kiehl's në çdo platformë të mundshme, blog, bëja shkrime për atë kremin. Do të thënë, ndjeja shumë këtë gjën edhe përgjegjësinë që ky individi po besonte unë një gjë sado të vogël, sado që isha 20 euro, nuk më intereson kjo, po i intereson besimi që personi apo kompania kishte. Dhe pastaj, kështu pa turp fare, i shkruaja gjithë kompanive të mundshme, kam shkruar L'Orealit, kujt se kam shkruar për produkte, dhe filluan të ndikonin njëra tjetrën. Pra, një brand i caktuar shikonte, domethënë jo brandi, por menaxherja e marketingut për shtetin që unë isha, shikonte që X brand më kishte sjell mua PR.
Kështu që donte dhe ajo dhe të mendosh që atëherë ka qenë shumë e vështirë që të marrësh PR, sepse kanë qenë goxha të konsoliduar të kjo pjesa dhe njerëzit me vdisnin që të merrnin. Ndërsa tani është e kundërta, tani ka aq shumë njerëz, aq shumë influencera ose njerëz që tentojnë që të bëjnë YouTube, TikTok, whatever, sa tani edhe brendet të duan se nuk shifen dot më, ndërsa atëherë kanë qenë shumë pak dhe sikur dytja e dërgonte L'Oreali pakut e tyre të PR-it e merrte vesh gjithë bota, sepse aq ishin. Kështu që ka qenë shumë e vështirë që të futeshe te kjo rruga. Ma mirë mendja edhe ishte akoma e pakonceptueshme që ta mendoje si një profesion apo ti e përfituroje ndonjëherë? Jo, nuk e mendoja në fillim fare, nuk e mendoja fare si profesion. Ta thash unë e kam menduar gjithmonë si një hobi. Deri në momentin kur unë kisha këtë dilemë, siç të thash, që a do kthehem në Shqipëri apo do vazhdoj të qëndroj këtu, se nuk po ndihesha mirë dhe kisha një vit që nuk ndihesha mirë aty ku isha. Ndërkohë ishe duke e bërë shkollën. Po, pra vazhdoja shkollën, isha në vitin e dytë. Dhe shkolla atje zjat 3 vite, ndryshe nga këtu që zjat 5 vite arkitektura. Dhe isha gjatë gjithë kohës në mënyrë të shty dhe një vit tjetër, po ta thash unë kur e ndjej që nuk mundem, unë thjesht e lë. Më mirë se sa ta zvarris veten. Dhe thash, okay, do kthehem, ka qenë kështu si një bombë. Ua, do kthehesh, mbaroi bota. Sikur nuk mund të. E la shkollën. E la shkollën. Me idenë që do ta vazhdoje këtu apo me idenë që do ta vazhdoja këtu dhe e vazhdova këtu. Dhe këtu ka qenë pjesa, domethënë momenti që unë kisha dhe një përgjegjësi te vetja ime që okay, unë po e lë këtu sepse mendoj që në Shqipëri mund të bëj më shumë, se unë videot në Shqip po i bëj. Kështu që nëse unë përkushtohem siç i shkoj dyqanet të Killsit këtu dhe më jep kret, pasi po të shkoj dyqanet në Tiranë, ai e shikon më ndryshe se 2000 njerëz në Austri, nuk është njësoj si 2000 njerëz në Tiranë. Kështu që këtë mendova. Normalisht këtu nuk e thash me zë të lartë. Qëllimi që kisha unë ishte vetëm për mua. Por kur erdha këtu ishte pak do të ishte shumë e vështirë. Do të thënë ishte pak e pamundur që të bëja fiksa atë që kisha menduar, sepse këtu nuk ja kishin iden ç'a ishte YouTube-i, nuk ja kishin iden ç'a ishte një influencer. Ishin mësuar dhe vazhdojnë të jenë të mësuar vetëm me termin blogere, nuk e kishin konceptin që kjo gjë që po bëj unë është një production, thellë, se unë e di, më kanë marrë edhe për intervista televizionit, nuk bëjnë asgjë më shumë se sa jo bëjnë shumë pak, atë që bëja unë para 9 vitesh. Jo këtë që më bëj tani. Kështu që ishte shumë e vështirë që t'ja shpjegoja, plus që normalisht nga mosbesimi, edhe nga shfrytëzimi, se donin ta shfrytëzonin këtë faktin që unë isha e gatshme që të bëja çdo gjë që t'i merrja me ata. Unë mbaj mend që në vitet e para unë kam pas marrë 50.000 lekë të vjetra për 4 video YouTube, që është unë e bëja thjesht që ta dje që unë nga kjo po marr lekë, domethënë kaq, që të motivoja veten time, por kjo ka zgjatur për shumë kohë, domethënë të shikosh ato se normalisht se kam pasur idenë Exceleve dhe gjërave të tjera, po të shikosh notebookset e mia me shënime që ky brendi me këtë gjën, kjo kështu, kanë qenë vlera qesharake dhe që unë bëja punë dhe ti e dallon pasionin që unë kam në video dhe mendoj që kjo ka bërë që të funksionoj pastaj kanali im YouTube, sepse njerëzit e dallonin entuziazmin që unë kisha dhe kur blinin produktin donin të kishin të njëjtin entuziazëm dhe ata. Okej, para se të kalojmë te kjo pjesa e vështirësisë këtu në Shqipëri, jam kurioz duke ditur që edhe të rinjt këtu janë gjithë në fazat ku janë duke e menduar për të testuar. Këta e kanë shumë e merak, edhe unë e kam pasur shumë e merak kur isha student, zhgënjimin nga refuzimi. Pra, ajo që the ti shkoja me shumë dëshirë dhe pasion te brandet, edhe shumica e tyre me siguri refuzonin, çfarë taktike ose si e ndjeje këtë pjesën e përballjes me këtë refuzimin, si ndihesh? Tani më vjen keq që t'ju them të gjithëve, kjo do vazhdoj për shumë vite. Sepse kalon thjesht në grada. Pastaj ai refuzimi i vogël nuk të bën më përshtypje se ke këtë më të madhin. Do të thënë, nuk besoj se ka ndonjë njeri në këtë planet që nuk refuzohet në vija të përditshme, për gjëra të ndryshme. Kështu që kjo do vazhdoj, thjesht ti fillon edhe mësohesh me faktin që unë do refuzohem dhe më i forti mbijeton dhe vazhdon të refuzohet, më i dobti. E kishe si besim apo thjesht doje ta bëje? Jo, unë thjesht kisha intuitën. Domethënë, unë mendoj që gjatë kohës atë që unë kam pasur si pikë të fortë ka qenë intuita ose këmbgulja për të vazhduar dhe për të insistuar, sepse besoja shumë te kjo gjë dhe te vetja ime,
Dhe thjesht vazhdoja, do të thënë, e merja edhe me inat, do të thënë, u bë kjo, të thonë mua jo. Po pra, edhe unë tani Dhe kam pasur shumë raste të bashkëpunëtore, sepse ata nuk i mbajnë mend, po unë i mbaj mend, sepse unë jam refuzuar, për ata kam qenë thjesht një kalimtare. Dhe mbaj mend, kam pasur shumë raste që pas një viti, 2 vitesh, të njëjtat brende kanë kontaktuar që të bashkëpunonin dhe ja kam rritur vlerën. Kështu që do vi momenti, karma është dhe shpejt. Okej, pra kjo pjesa ti u deshe e kishe me pasionin edhe pasioni të bëri që ti të kaloje këtë fazën fillestare të refuzimit që është e pashmangshme normalisht. Nuk shmanget dot, gjithmonë do refuzohemi. Edhe është e vërtet kjo, unë tani njësoj si Sara e kam si benzin në refuzimin, domethënë kur dikush thot më jo, tani them unë wow, jo, po mirë se e bëj edhe më mirë. Ndonjëherë është e rrezikshme kjo ama, sepse unë kam pasur disa raste që jam refuzuar, kam insistuar dhe kam dështuar dhe kjo gjë ka qenë problematike se nuk duhet ta kisha vazhduar për shembull. Okej. Tani pjesa para se të kalojmë te pjesa serioze e YouTube-it, dua të di këtë dilemën. Ke pas dilema që ta vazhdoj, mos e vazhdoj, deri në momentin kur e ndave mendjen që unë këtë do e bëj përgjatë. Sa kohë ishte ky procesi i të paturit një alternativë të dytë në mendje? Unë YouTube-in e kam konsideruar gjatë gjithë kohës si të pandashëm, që kur e kam hapur, pra nuk e kisha në mendjen po sikur mos ta bëj. Nuk e di pse, nuk ta shpjegoj dot. Pra që në fillim e kam pasur në mendje që do ta bëj dhe këtë. Dhe më beso që ka pasur një periudhë 3 vjeçare kur unë fillova shkollën këtu dhe ishte një impenjative dhe thash unë jam nga këta njerëzit që dua t'i bëj gjërat mirë, jo thjesht t'i bëj. Mund të flija 2 deri në 3 orë në ditë, do të thënë isha kështu e coptuar nga të gjitha anët dhe nuk po e kuptoj as vetë pse po e bëj këtë gjë, se nuk është se kisha ndonjë përfitim që thuash ti, po ja vlen ta bësh tani Sara se normal ti për një vit blen shtëpi, domethënë nuk ishte fare sensi i tillë dhe thjesht e bëja sepse doja ta bëja, domethënë doja mos fija gjumë dhe të bëja video. Kjo që the, unë tani duke e ditur eksperiencën, kjo që the quhet Burn the Boat, është një histori e një mbretit të madh ose gentit, edhe që të vazhdonte të pushtonte atë vendin që vajti, ja u dogji varkat ushtarëve dhe tha s'ke kthim mbrapa. E njëjta gjë është edhe me rastin tënd. Në momentin që ti nuk e kishe asnjëherë si alternativë do e lije, kjo të ka dhënë shtytjen edhe kjo është gjëja që doja që ta konsumoni me studentët sepse ajo dilema, sidomos për njerëzit që duan të ikin nga Shqipëria. Unë mendoj që duhet të ikni nga Shqipëria, gjithsesi. Jo, e kam sinqerisht, domethënë unë mendoj që nuk do kisha kaq shumë guxim të bëja këto gjërat që kam bër, nëse nuk do kisha ikur të paktën një vit nga Shqipëria, jo vetëm nga Shqipëria, po nga rrethi juaj, domethënë ku të mos ndiheni më safe. Ai është momenti që ti e kupton fiks se çfarë do ti të bësh, sepse kur ti ke një shpëtim, pra kur ke një mbështetje financiare, ke vend ku të qash, shtëpia jote është e sigurt se në fundit është shtëpia e mamit dhe të babit, nuk ke disa përgjegjësi siç ti ke kur ti jeton jashtë, gjitha këto të bëjnë më të fortë dhe të bëjnë të krijojnë karakterin. Cili do qoftë karakteri, mund të jetë një karakter që nuk jeton dot pa mamin dhe babin dhe kthehet prapë mbrapsht, apo mund të jetë një individ që thotë ok, kjo është ajo që unë doja dhe kjo ka qenë ai problemi pse unë nuk kam vazhduar deri tani. Kështu unë e kam sugjeruar gjithmonë ikjen jashtë. Dhe mundësisht jashtë Shqipërisë sepse prapë ti në Shqipëri ndihesh në shtëpi. Më kupton? Jashtë unë kam pasur raste që më është dashur që të punoj 3-4 ditë në bibliotekë, ta zëm. Sepse nuk kisha si ta pagoja qëran dhe mami kishte mbaruar, domethënë kishte dhënë lekët e muajit, se sigurisht nga prindrit janë mbajtur në vitet e parë. Kishte dhënë lekët e muajit, unë i kisha harxuar për make-up një pjesë, një fëmijë i papërgjegjshëm, dhe pastaj ç'do bëjmë? Do punojmë. Kështu që kjo gjë dhe nuk ke një zgjidhje, nëse unë do isha në Shqipëri, patjetër 2 lot më shumë do ta kishin dhënë zgjidhjen. E vërtetë është kjo. Këndvështrimi që unë doja t'i jepja është prap i njëjti, por në aspektin e mospatjes së një alternative rezervë. Pra, mua më ndodhi njëjta gjë edhe pa ikur jashtë Shqipërisë, por prindrit më thanë s'kemi më lek tani dhe s'do ikim nga Shqipëria.
Dhe këtu ishte momenti që unë nuk e kisha më si alternativë do ikja apo jo vetëm Shqipëria, po dhe puna që do bëni. Në momentin që ju e ndani mendjen, siç thot Sara që mbaron si alternativë, unë këtë do e bëj edhe nuk ka dilemë këtu, do flet 2 orë apo do flet 4 orë, kjo pa rëndësi, aty nisën edhe zbuloni zgjidhjet, se po patë një alternativë backup, gjithmonë kthehesh mbrapa te alternativa, siç mund të jenë prindrit në rastin konkret, ose siç mund të ishte e ikura jashtë në rastin tim. Pra unë nuk gjeja asgjë të bukur në Shqipëri, sepse mendoja që do ikja jashtë. Derisa më thanë prindrit që s'ke për të ikur jashtë, edhe pasaj nisa të tash, okay, tani këtu çfarë të shikoj dhe nisa të zbuloj gjërat që ishin. Kjo është një pjesë në fakt që unë nuk e kisha dëgjuar nga të tjerët, ma thonin gjatë kohës që diskutonin, po është shumë e dukshme dhe thjesht del mbas shumë vitesh. Tani, të kthehemi te pjesa e YouTube-it. Si mendon sa kohë duheshe nga eksperienca jote, konkrete, me punën tënde, derisa mund të ishte self-sustainable, pra që ti vetë me atë profesion të mund të mbijetoje, jo mirë, po thjesht të mbijetoje, pra mos kishe nevojë për një punë të dytë apo mos kishe nevojë për prindrit. Sa kohë, sa vite? Mua më janë dashur 2 vite. Do të thënë, viti i parë ka qenë viti i testit, e quaj unë, dhe viti i dytë kam qenë pak më e lirshme dhe njerëzit janë lidhur më shumë. Pra e gjitha varet nga audienca. Nëse ti nuk krijon një komunitet, nuk e për të krijuar kur të ardhura nga ajo gjë. Unë e shikoj me TikTok-un, nëse mund ta krahasoj. TikTok-u është diçka shumë e shpejtë. Jam shumë e sigurt që ju shikoni video pafund në TikTok, po jam pa aq e bindur që nuk i mbani mend fytyrat që shikoni. Sepse është aq e shpejt, aq i vrrullshëm dhe lëvizja e dorës që ti bën, sa nuk i fikson dot gjithë imazhet. Kur ti krijon një komunitet që ty të njeh, që të beson, që mezi pret dali video tjetër, që kalon 20 minuta me ty, se nuk është 1 sekond, as 2 sekonda, është 20 minuta video, se aq janë paka shumë 15-20, atëherë ti ke fituar një komunitet, dhe komuniteti të bën ty sustainable në të ardhurat të tua. Nuk të bën as një brand që të paguan 50.000 lekë, 5.000 euro sa duash ti, një herë, sepse e teston dhe shikon që ti nuk i sjell as audiencën mbrapa, nuk të bën as ajo video që ti po mundohesh, po s'po nxjerr gjë në dritë. Pra, autenticiteti dhe krijimi i një audience të bëjnë ty të suksesshëm ose jo. Dhe ti aty e kupton që, okay, un kam sukses, jam i pëlqyeshëm, ose okay, un jam thjesht një individ më shumë dhe se po sjell ndonjë që të rentavonin. Dhe gjatë këtyre 2 viteve, domethënë, kjo pjesa e konsistencës ty të ka ndihmuar, jo pjesa e konsistencës, pjesa e sinqeritetit edhe e komunitetit të ka ndihmuar. Po pjesa e konsistencës si ka qenë gjatë këtyre 2 viteve? Unë kam pas postuar 3 video në javë. Okej. Dhe të treja duhet ishin ndryshe. Asnjëra nuk duhet ishte si tjetra. Duhet kryeja reviews, kam shpenzuar shumë para për të bler produkte. Dhe e bëja me qef, thash, nuk dilja të pija kafe, po blija një rimel më shumë. Kam investuar tek dhoma ime që të bëhej të dukej bukur estetikisht për tu parë. Domethënë për mua, nëse nuk investon nuk do fitosh kurrë. Nuk mundet, paktën në mendimin tim, patjetër që ka raste, se nuk dua të, po unë po them në përgjithësi, ose paktën sipas eksperiencës time. Nëse diçka nuk është e bukur vizualisht, jetojmë në një epokë edhe një periudhë që nëse ti nuk tërheq vizualisht, qoftë drita, ndriçimi, kamera, pasqyra, detajet e tilla, jo vetë individi specifikisht, atëherë nuk të ecën dot aq mirë, sepse por nuk e nisën kështu që në fillim. Pra kjo evolon, sepse ti nuk e di në fillim kush është e mira. Patjetër, po unë që në fillim njerëzit e kanë kuptuar, mendoj unë, që në fillim që unë kam bërë të pamundurën time në atë moment. Pra që në atë moment ti e dallon që unë kam bler një kamera më shumë për të bërë këtë videon. Më kupton, nuk është se kam thënë mirë, çfarë do bëjmë tani? Do ma klikoni çik këtë videon? Më kupton, do të thënë mundimi dhe eforti që ti jep për të krijuar një video të caktuar shihet nga publiku. Okej, ky autenticiteti është shumë i fortë dhe zakonisht njerëzit në Shqipëri që e bëjnë se e ka bërë dikush tjetër, e humbasin këtë sepse duan të kopjojnë më shumë se sa duan të nxjerrin një këndvështrim të tyre ose një gjë të tyre. Po kjo pjesa e përballjes me njerëzit negativ, rrjetet sociale, YouTube, nuk e di si ka qenë atë kohë, besoj se po, ka pas. Si ishte përballja në fillim edhe si është tani që ka evoluar shumë, kam përshtypjen. Tani kanë filluar më rënd. Jo, në fillim, shiko, të gjitha kanë qenë, unë e kuptoj tani që çdo gjë
njerëzit e bëjnë në të vërtet sepse e mendojnë për veten e tyre. Dhe unë këtë e kuptoj. Dhe në ftohtësinë time tani që jam ulur me ju e imagjinoj që kështu është. Por në momentin që ti ke harxuar 5 orë të jetës tënde për të xhiruar video, për të edituar videon, s'ke fjetur gjumë, të ka dalë ai maketi që kisha unë copa se do bëj edhe këtë videon, të jam bërë duar të copë se do editoj dhe do ngjisja atë. Do të thënë njerëzit nuk e shikojnë punën nga pas. Dhe në fillim më dhimbte shumë, do të thënë kur komentonin edhe se ishin komente idiote, Thelbi, ishte idiot, do të thënë ti s'di të lyesh. Okej, kupton? Cili është problemi këtu? Domethënë ti mos e klikon më videon. Edhe zgjidhjet janë gjithmonë shumë të thjeshta, por komenti për një individ që mundohet dhe e zaurohet për të bërë një gjë që është e pëlqyeshme, është e bukur edhe kam shefin tim që ta bëj, është e dhimbshme. Dhe ajo gjë fillon dhe vazhdon të jetë e dhimbshme thjesht në faza të ndryshme. Më kupton sepse nuk të gjuajnë më në të njëjtën gjë, se e kuptojnë që ti ty s'të dhëmë që se bën dot make-upin mirë dhe vazhdoj me temat e tjera. Është tendencioze që të dhem. Patjetër, është tendencioze që të dhem që ti të stoposh dhe personi mbrapa atij ekranit thotë ja, tani jam mirë, ajo po dështon si unë. Do të thënë, ky është qëllim se nuk ka qëllim tjetër, po të ishte një mesazh konstruktiv ose një Po si e përballoje pra 5 orë punë, pa gjumë, edhe pa merja dartin telefon dhe filloja filloja flisja. Po, e dëgjoj skeça bën tani po deshe bëje, kur thotë jo do ta bëj, nuk jam e mërzitur. Kështu që thjesht vazhdon, domethënë për mua thjesht ishte next, po më ka ndikuar shumë. Mbaj mend në fillim për shkak prandaj kisha turp të flisja. Domethënë shqip. Sepse kisha frikë mos më gjykoni në mënyrë se flisja zërin, fjalët që mund thoja, çdo gjë. E them nuk do flas. Pastaj thash sa do flasësh tani se edhe pastaj fillova ndaj nga dal, derisa për shembull në fillim fare kisha ndarë mend që unë nuk do t'rregoj asgjë për jetën time personale. Pra asnjërisht do t'i asgjë, këto do jenë vetëm video YouTube-i make-upit dhe kaq. Po pastaj fillova, ti e shikon që ka më shumë komente pozitive se sa negative. Dhe fillon edhe kupton që ka njerëz që duan që të shohin më shumë nga unë. Edhe unë kam qeftin ndaj se fillon edhe flet me mesazhe me disa njerëz, unë disa e kam miq tani që më ndjekin, më kam pas ndjekur që në fillim. Pra kjo gjëja fillon edhe të ngacmoj ty thua po mund t'jap më shumë. E vërtet është. Kështu që komentet pozitive mos i kurseni. Po, ju lutem. Po e ndërpresim pak bisedën me të ftuarin për t'ju rikthyer pas pak sekondave, sepse dua t'ju flas për sponsorin i cili na lejon ta bëjmë këtë seri falas. Ky sponsor për sot është Paysera, një kompani fintech e cila mundëson transfertat e parave nga një shtet në një tjetër pa kosto thujse fare. Për bizneset është një kosto e papërfillshme prej 1 euroje, ndërkohë për individët është pa kosto fare. Mënyra se si funksionon është që ju, nëse keni një furnitor jashtë Shqipërisë si kompani, mund t'i dërgoni sa euro, dollar apo lek të doni në mënyrë të menjëhershme dhe do paguani vetëm 1 euro. Unë kam përdorur vetë Payserën edhe kam kursyer mijëra euro në vit, nga ato transaksionet tradicionale bankare që kisha, në transaksione 1 euro kur e nisa me Payserën. Dhe njëjta gjë mund të ndodhë për ata që marrin pagesa nga jashtë, sepse nuk ka nevojë që të dyja palët të kenë llogari Paysera. Paysera mund t'i dërgojë nga llogaria juaj tek një llogari bankare çfarëdo. Ndërkohë që shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë mund t'i dërgojnë pa kosto fare të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu çfarëdo lloj shume parash që ata duan t'ju dërgojnë në mënyrë të menjëhershme dhe pa komision. Ky është një nga shërbimet që Paysera ofron. Unë do vendos linkun e aplikacionit më poshtë që ju ta eksploroni vetë dhe të shikoni benefitet e tjera që Paysera ofron për ju. Tani, le të rikthehemi të ftuarit tonë. Okej, pjesa e komenteve negative dhe e gjitha gjërave deri diku kalohet në mënyrën personale tënde, po në aspektin në aspektin financiar dhe në aspektin e të kthyerit të një biznes. Që ti di ta menaxhosh më. Mbas 2 viteve niset mundet të fitoje të ardhura. Pastaj kur niset ta mendoje që ore kjo është një biznes që duhet trajtuar tamam si full time job edhe si gjëja më e rëndësishme. Ja të shpjegoj, bëra një bashkëpunim me një brand drugstore në Shqipëri.
Dhe fillova shumë spontanisht, ashtu siç kemi folur bashkë për një biznes që ke pasur ti. Ishte shumë spontan, pra çdo video që unë bëja ishin spontane dhe unë fitoja një vlerë shumë minimale dhe vajza që ishte e marketingut atje u lidh me mua, pra kishim një lloj marrëdhënie përtej asaj që bënim punë. Dhe po më tregonte shifra, domethënë kur unë postoja një maskara, sa bliheshin në dyqan, se ata kishin shumë dyqan. Dhe kjo gjë më bënte përshtypje, do thënë, wow, vërtet se unë shikoja vetëm shifra, ti nuk e kupton kur xhiron një video, kur nxjerr një foto, ti s'e kupton rëndësinë e vetes tënde apo të asaj që ti po poston, sepse ti sheh vetëm shifra dhe shumë virtuale e gjitha. Kur ajo më përmendte këto gjërat, unë isha, okay, prit se pas kam dikim. Dhe fillon edhe mendon edhe veten tënde më seriozisht. Që në atë moment vendosa që të bëja dy gjëra. E para, ose do merja në distribucion një brand në Shqipëri, që e kisha menduar, ishte Meku, sepse kisha shumë qef edhe mendoj që ja vlente për kualitetin e gjërave që kishte, ose do hapja një brand tjetër, kozmetik Timen. Tani këtë dytën mua ma fshin direkt, më thënë, po hajde mi Sara, se kanë bërë më të fortë se ty dha bësh ti. Dhe është e vërtet, dhe më thënë, thjesht njerëzit kanë një perceptim shumë të gabuar për krijimin e biznesit, të gjërave, të sipërmarrjeve, sepse mendojnë që ti bësh këto gjëra duhet të jesh i pasur. Ndërkohë që unë njoh plot të pasur që kanë tentuar të krijojnë mrekullira, patjetër që njoh edhe që kanë qenë suksesshëm, por njoh plot që kanë pasur shumë mundësi financiare dhe nuk e kanë arritur dot që ta vazhdojnë sepse nuk kanë pasur iden pas, nuk kanë pasur intuitën se ku duhet të shkojnë dhe unë nuk mendoj që të nisësh një biznes ka fillimi duhet të kesh shumë lek. Domethënë, tani jetojmë në 2025, çdo njeri mund të shkojë në bankë që është i punësuar, të marrë një kredi 10.000 euro dhe më besoj që me 10.000 euro në çdo lloj biznesit mundshëm që mund mendoni, mund të bësh mrekullira nëse ke intuitën edhe imagjinatën e duhur. Kështu që unë kisha ndarë mendjen që unë do kursej sepse kisha frikë bankën. Nuk doja të shkoja deri aty. Plus që nuk më merrte njëri seriozisht atë se çfarë ti thoja, unë punoj e bëj video në YouTube. Domethënë, si ishte fare ideja, këtu nuk është se ka qenë ndonjëherë mendimi që të ndihmojmë startupet si biznese që mund të marrin fonde startupesh në banka, më kupton? Të paktën atëherë, tani nuk ja kam iden, po atëherë ka qenë. Po në Gjermani për shembull ishte kjo mundësi që ti mund të shkosh në bankë, tregosh biznes planin tënd. Nëse je i punësuar te vetja ose tek dikush tjetër tregon të ardhurat e tua dhe ti mund të marrësh një kredi si startup në Gjermani aty ku unë isha. Dhe unë me këtë iden, thash ok, nuk do ta bëj me bankën, do kursej, të paktën nuk e di se sa do zgjasë, se s'kisha ndonjë deadline, do kursej sa të më mblidhen dhe do investoj në biznesin tim. Pra unë e vazhdova YouTube-in me motivimin që do krijoja diçka edhe më të madhe se sa YouTube-i. Dhe më thënë, kjo ishte ideja ime fillestare dhe prandaj i dhash shumë push dhe postoja thash 3 video në javë, postoja në Instagram video të ndryshme që tani janë normal, po atëherë kanë qenë shumë vështira për të krijuar. Pra ishin të ndryshme të gjitha këto kontentet që po flasim, që njerëzit ishin gjithkohës interacted me mua në rrjetet ndryshme sociale. Derisa erdhi një pikë që këtë e kam thënë disa herë, po nuk dua të bëjmë përsëritje, thjesht nuk e di a e keni dëgjuar, që thash, ok, do ikje në Milano dhe do shikoj nëse mund të gjej nga këto indekset e ke parasysh nxorra disa brende që fasoneri që prodhojnë make-up dhe nuk më kthenin përgjigje me email. Dhe unë gjeta adresën dhe i shkova në fasoneri. Tani unë nuk e prita që ata ta kishin aq madhe ose në dy. Prita në një gjë kështu, e ke parasysh si Shqipëri, edhe u çudita dhe pastaj u ndjeva një çik kështu, po në siklet, po bëra bisedën dhe i thash, shiko, unë dua të krijoj këtë gjë. Po të pritën duke qenë aq të mëdha? Tani unë rashte dera, nuk kisha ku të më shkon. Nuk kisha ku të më çonin, do merrnin. Një bisedë do ta bënin me mua. Kështu që më morën për një bisedë. Pra ti prite pa skedulim, prite te recepcioni. Unë shkova te recepcioni dhe madje kemi nisur një dokumentar dhe vajza që më ka pritur ka bërë një pjesë të videos dhe ka ndarë nga perspektiva e saj se si e ka parë ajo. Se unë atë e kam parë kështu sikur ajo ishte mbi mua dhe
kupton, po ndije ajo, hajde po e marr këtë. Ndërkohë që ajo më kishte parë mua që kjo sa e pushtetshme dhe e fuqishme duhet të jetë atje sa vjen këtu pa lajmëru. Ishte totalisht mendime të kundërta për njëra tjetrën. Po pra, shumë e çuditshme, edhe kjo ka ndodhur shumë shpesh me shqiptarët që shkojnë nëpër zyrat e Po çfarë bëja, nuk po ktheni në email. Email në telefon nuk ma hapni, një zgjidhje duhet ta bëj, unë duhet ta krijoja. Po. Kështu që këtë bëra. Para se të kalojmë te pjesa e këtij biznesi të kozmetikës që është shumë interesante edhe ka shumë vlerë, unë doja të dija mësimet që mund të kesh marrë në këto 3 vitet e para që do e bëje nga e para, çfarë mund të bëje ndryshe? Nëse do e nisje, po, sërish YouTube-in, do ishe në Gjermani tani studente, çfarë do bëje ndryshe? Me thënë drejtën nuk do bëja asgjë ndryshe, se e di që duket klishe kjo, që nuk do bëja asgjë ndryshe, por mendoj që për periudhat që kam bërë atë që kam bërë maksimumin. Nuk mund ta bëja më mirë, ose nuk mund ta bëja ndryshe. Më kupton? Sepse ishte procesi i të mësuarit që donte atë kohë. Do të thënë, unë nuk jam nga këta njerëzit, bashorti im është. Nga këta njerëzit që thonë, mësoje një herë, prit një herë ta bësh mirë, bëje 5 herë pa e postuar, pastaj postoje. Unë nuk jam nga këta dhe mendoj që kjo ka funksionuar. Unë kam nxjerr video në YouTube edhe që kanë qenë super spontane dhe të paprera fare dhe njerëzit i kanë pëlqyer dhe i kanë parë deri në fund. Kështu që mendoj që nëse do ta bëja ndryshe, më të skeduluar, më me skript, nuk do funksiononte, kështu që nuk do të ndryshoja asgjë. Thjesht, unë që në fillim mendoj që kam pasur benefitin që nuk kam pasur një shembull. Sepse po të kisha një shembull, mbase do mundohesha ta imitoja në subkonsciencën time, duke e parë më të suksesshme, do mundohesha ta imitoja si shembull dhe nuk do funksiononte siç ka ndodhur më vonë. Pa dashur që të tregojmë kështu me modesti më të madhe, po ka ndodhur më vonë që ka pasur youtubere pas meje dhe nisnin për shembull fjalin si unë. E vazhdonin paka shumë si unë, e mbyllin si unë. Për mua nuk ka asnjë problem, domethënë s'ka pasur asnjë problem. Por kjo gjë dallohet, kur u dalloj unë, një individ tjetër që është ndjekës im Ajo ka një historik që ka vajtur në atë kontekstin që ti e bën. Edhe nuk zakonisht njerëzit imitojnë pjesën sipërfaqësore që shikojnë, po ndërkohë nuk është pjesa sipërfaqësore e vlera, është gjithë historiku dhe si ai karakteri, se edhe me kompaninë që kanë pasur, që kur ishte dyqan taksi, nuk ka ngelur, domethënë mund të jenë mbi 100 faqe dyqan taksi aktualisht, edhe tani online, që i kanë imituar. Për biznesin është diçka tjetër, se unë për shembull për biznesin fillim fare kisha shumë problem këtë, sepse lodhesha shumë se sa YouTube që të gjeja ide më inovative, më të bukura, mundoheshin që të gjenin brandin, fasonerin, factorin që unë i prodhoja produktet dhe kisha kështu në fillim që këto po e marrin gati, unë e kam bërë, jam lodhur e kështu, po nga eksperienca dhe kjo e kam parë që nuk ju ka funksionuar kur kanë tentuar. Imitojnë pjesën sipërfaqësore dhe jo gjithë journey që është. Një individ për shembull në YouTube që ka karakter pak më të qetë, më kalm, nuk mund të jetë me entuziazmin tim. Pra nuk mund ta nisësh ti një njeri, ti për shembull të fillosh, "Përshëndetje, rri se garantisht sepse ti nuk je ky" dhe pas 5 sekondash do biesh në qetësinë tënde. Dhe kjo gjë të ndikon se dukesh që nuk je ti reale dhe njerëzit prandaj të ndjekin, prandaj ti je me emër mbi emër dhe nuk je me Cosmetics apo me një brand që të përfaqësosh atë. Si ka evoluar kontenti ose cilësia ose ajo që ecën ka sukses në YouTube nga fillimi edhe tani, kohët e fundit? Ka pas një evolucion në lloji i kontentit ose i përmbajtjes që pëlqejet? Në fillim fare mendoj që videot tutorialet, vloget, ustimet, çdo video që ka qenë mbi 15 minuta, kanë pasur shumë sukses sepse nuk ka pasur platforma të tjera ku ti isha aq i lirshëm sa të shpreheshe në këtë lloj mënyre. Tani me hapjen e TikTokut, mendoj që ka ndikuar negativisht për YouTube-in, sepse njerëzit janë bërë më përtac për të parë video të gjata, dhe mendoj që gjenerata e re nuk do t'i futet aq thellë videove apo kontentit që ti do të krijosh. Për shembull kam vënë që në YouTube krijojnë më shumë pranks, video për të qeshur, video limonat mund t'i quash, dhe ecin më shumë se sa video që kanë një vlerë në thelb, qoftë për të mësuar një make-up apo për një udhtim që ti mbase mund të duash ta bësh nesër apo për një periudhë jete që dikush e ka pasur më të vështirë ose më të lumtur. Pra janë pak më të cekta. Të paktën aty që kam parë unë, aty që kam ndjer unë. Dhe shikoj që youtuberat që kanë qenë më përpara
nuk para krijojnë tani content. Edhe për shkak të impenjimeve që secili mund të ketë krijuar, qoftë youtuberët internacionale dhe qoftë shqiptare, por mendoj sepse nuk e kanë gjetur më veten në këtë vorbullën e, për shembull, unë nuk jam një individ që mund të bëj një prank. Për shembull, janë ca video që del aty bëra prank birrës time, punatit e tjerë. Nuk është fare në, jo se ka diçka të gabuar, por nuk është gjenerata jonë e tillë që të bëj këtë lloj videosh. Më kupton? Jemi pak më të strukturuar në mendimet tona. Okej, po tani besoj se ka oportunitete edhe në aspektin e kontentit, sepse ka nisur çdo algoritëm të ndryshojë, si në YouTube, si kjo algoritmi i TikTokut që ka futur interesin si një gjë shumë të fortë se sa followersat. E ke parë ku mund të jetë oportuniteti i radhës për të rinjt që nisin tani? Tani me thënë drejtën do duket shumë e çuditshme, por unë mendoj që oportuniteti i radhës do jetë e LinkedIn-i. E di që duket kështu weird. Aktualisht është shumë i fortë. Po unë mendoj që do vazhdoj të bëhet edhe më e fortë, sepse LinkedIn-i është një platformë e pa zbuluar akoma, dhe mendoj që për çështje një viti njerëzit do velen me këtë kontentin pa filtra, jo pa filtra, pa prerje, me shumë filtra, me shumë filtra. Si? Si the? Çfarë pyetje? LinkedIn, po. Okay. E di që shumë njerëz, shumë të rinj nuk e kanë kuptuar, nuk e njohin edhe nuk e ndjekin fare LinkedIn-in. E di, po prandaj po e them që ta ndjekin. Se vërtet mendoj që do funksionojë mirë. Njerëzit mendoj që do fillojnë të futen më thellë anës profesionale, edhe update-et që bëhen zakonisht në LinkedIn, nuk e di se sa je in. Aktualisht është shumë i fortë, domethënë në aspektin e biznesit edhe B2B-s, sepse shumica e njerëzve në këtë moment që ne po flasim, kanë në mendjen e tyre dua të krijojë një gjë timen. Dhe nuk e bën dot këtë gjë në TikTok apo në Instagram për të treguar apo për të marrë ide ose për të ndarë ide për çështjen e stafit, për rritjen tënde në biznes, për evoluimin, nuk e bën dot në këto dy rrjete sociale, sepse janë të mbushura me këto kontente që unë përmenda pak më përpara që nuk kanë një vlerë të caktuar në thelb. Kështu që vetëm platformë që unë shikoj si që do rritet potencialisht për një brez që do të bëjë gjëra vet, është LinkedIn-i, sipas mendimit tim. Okej, tani te aspekti i biznesit, edhe YouTube-i është biznes në vetvete, por ky tani është një biznes tjetër që nuk investon më vetëm kohën, siç investoje te YouTube-i, tani duhet të investosh atë kapitalin, 10.000 euro borx apo 1.000 euro, apo edhe zyra, edhe njerëzit që kanë punë. Si ishte shkalla e vështirësisë nëse mundet ta krahasosh? Krahasim me biznesi i YouTube-it që ishte 3 vitet e para dhe biznesi i kozmetikës tani 3 vitet e para. Shiko, të jem shumë i sinqert. Biznesi është shumë e vështirë se sa një kanal YouTube apo të jesh një influencer në Instagram, në TikTok edhe në gjithë këto gjërat e tjera. Unë në vitet e para, me thënë drejtën, nuk e kam marrë seriozisht biznesin. Jo në gjërat që krijoja, por në thelbin e biznesit, pra që ky është një biznes, ky ka ligjore, ka financiare, pra nuk është vetëm e bukura. Jam fokusuar gjithmonë te e bukur dhe kam lënë shumë në pastaj gjërat e tjera që pas disa vitesh dolën në pa dhe unë duhet të rregulloja dhe duhet të sistemoja dhe patjetër që kam vendosur njerëz për të, do të thënë, duhet ta kuptoni që duhet të jeni shumë koshient për çfarë ju mund të mbani. Pra, unë tani jam shumë koshente që unë një biznes nuk mund ta mbaj vetëm unë. Pra, unë nuk mund të jem dhe financiere e biznesit tim dhe jurisja e biznesit tim, nuk i bëj dot këtë gjë dhe e di që jam shumë e mirë në krijim, kam një intuit shumë të mirë. Dhe vazhdoj bëj këtë gjë. Nuk mund të bëj këto gjërat e tjera që më përpara për çështje kostosh doja t'i bëja të gjitha vet. Dhe merja informacione, por ndërkohë normalisht nuk i bën dot. Kështu që patjetër që biznesi është shumë i vështirë dhe më pak fitimprurës për ty si individ. Nëse ti do që ta arrisësh biznesin tënd, se ka plot biznese, unë po flas për fushën time, se unë nuk mund të flas për është e gjitha bizneset e tjera. Personal. Unë vazhdoj të fitoj shumë si person, se sa si businesswoman, sepse biznesi ka nevojë të rritet gjatë gjithë kohës, ka nevojë për inovacion, ka nevojë për produkte të reja, ka nevojë për staf, për qira, siç the ti. Unë si individ nuk kam nevojë për këto gjëra. Vazhdoj të bëj gjërat vet. Maksimumi që do kem nevojë unë është për ndonjë ambient ekstra që mund të më duhet të xhiroj.
Kështu që biznesi është shumë më impenjativ edhe shumë më i vështirë për të krijuar edhe për të mbajtur. Nuk është problemi ta krijosh, është problemi ta mbash. Po. Sepse ne kemi 5 vite. Edhe pjesa e ekipit është gjë e parë që ju kam thënë studentëve që pa ekip që do t'i lërë në baltë. Do të mbani mirë këmbët në tokë edhe ta fiksoni këtë gjë, sepse kështu është dhe unë preferoj që t'i them gjërat shumë troç. Nuk dua t'i zbukuroj, sado që ti jesh e motivuar, asnjë nuk do jetë më i motivuar se sa ty. E pa diskutueshme. Tani te pjesa e biznesit, pjesa e konkurrencës. Në YouTube konkurenca nuk është impaktuese se të gjithë mund të shikojnë të gjithë. Edhe prapë kemi hapësirë për të tjerët, kurse në një biznes ti do zgjidhësh një brand. Edhe konkurenca është shumë më agresive dhe shumë e kushtueshme për të luftuar. Nga ajo që ke parë ti, sa të ka impaktuar brandi jot si Sara, influenca ose komuniteti që ti ke ndërtuar në ndërtimin e një brandi tani kozmetike? 100%. Unë nuk do ta kisha krijuar apo nuk do mundesha, do dështoja gjatë rrugës S Cosmetics apo brendet e tjera që unë kam, nëse nuk do kisha krijuar një komunitet përpara. Nuk të beson dot njëri kot. Sidomos tani. Tani të gjithë kanë nga një produkt. Kështu që e vetmja armë fort që ti ke, ose unë kam pasur në gjithë këto vite ka qenë vetja ime. Njerëzit nuk blejnë më për produktin, sa i mirë, sa fantastik është, çfarë ingredientësh ka etj, sepse të njëjtën gjë mund ta gjesh edhe në 7 brende të tjera, jo domosdoshmërisht shqiptare, por edhe internacionale, dhe fatmirësisht këtu i ke të gjitha opsionet. Njerëzit blejnë eksperiencën, blejnë personin dhe blejnë historinë. Nuk blejnë produktin. Produktin e blejnë herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, pasi bëhen klientët e tu. Por nuk e blejnë për herë të parë, e blejnë për eksperiencën që t'i ofron. Për një pakull më shumë, për një letër kalku më shumë, për një kartolim, për si e ke krijuar ti këtë, ku ke shkuar aty, si ka ndodhur, për çdo gjë behind the scenes. Pastaj mund ta marrin atë in front. Kështu që unë çdo individi që më është drejtuar në fakt që të hapi një biznes të vetes, sepse fatmirësisht kam pasur mundësinë që t'jap konsulenca për shumë biznese të reja që janë krijuar. I kam thënë nëse nuk krijon një komunitet, mos e hap fare, sepse nuk jemi më në ato kohë që njerëzit do të vinë nga mbrapa aty se ti ke një projekt ose një produkt fantastik. Ose se ke pak lek për ta promovuar në fillim, se ato do mbarojnë shumë shpejt. Unë di shumë raste dhe besoj se dhe ti, të njerëzve që mund të jenë VIP, mund në Shqipëri po flas, mund të jenë shumë të famshëm dhe mund të kenë shumë para, që kanë krijuar brendet e tyre, skincare, kozmetik dhe kanë dështuar sepse nuk e kanë lidhur me individin dhe me eksperiencën. Por thjesht kanë menduar që un kam këtë fan base, kam 5 milion ndjekës, që patjetër që të do mblejnë mua, nuk funksionon kështu. Ti mund të kesh miliona ndjekës në Shqipëri, nëse ti nuk jep eksperiencën, nuk ta blen as edhe një njeri, maksimum mami dhe babi. Edhe kjo pjesa e ndjekësave që nuk i influencon dot, është shumë e dominuese këtu në Shqipëri. Pra shumica e njerëzve janë të fokusuar për ndërtimin e një numri të madh ndjekësash, po jo të komunitetit siç thot Sara, dhe jo të lidhjes që kanë me njëri tjetrin, edhe ata nuk i influencojnë. Unë personalisht kam shitur pothuajse çdo gjë që mund të shitet në Shqipëri, edhe kam parë se si njerëz më pak të ndjekur, po më të lidhur fort me komunitetin, e shesin një produkt shumë herë më mirë, edhe shumë herë më shumë se sa njerëz që kanë shumë ndjekësa, edhe shumica e ndjekësve janë kot. Prandaj edhe i kam thënë studentëve që edhe në moshën e tyre dhe në kategorinë e tyre që këta kanë personalitetin e tyre, i cili mund të atashohet me një kategori njerëzish. Nuk është e thënë që të dalin edhe të bëjnë si diçka tjetër që nuk janë. Ajo që ju jeni, ajo që ju mendoni, ajo që ju hallet tuaja që keni, dhe siç kishte Sara pjesën e make-upit, secili ka një pjesë që ka qejf të flasë, që ka qejf të eksplorojë edhe të bëjë edhe duhet bërë. Në aspektin e ulje ngritjeve, mendon që mbaron ndonjëherë kjo pjesa e ulje ngritjeve? Nuk e di ma thuaj ti, se unë po pres. Po pres të mbaroj, s'po mbaron kur. Po ti jesh me shpirtin e sipërmarrësit, edhe po mbaroj do e gjesh një gjë që po fiks që ta ngresh prap. Shiko, kjo mua më ka ndodhur. Eksaktësisht kjo që thua ti. Unë përpara do të thënë i bie 2 vite diçka e tillë, pata një ulje shumë të madhe. Do të thënë qoftë financiarisht, qoftë në biznes, dhe jo për çështjen e shitjeve, të numrit të shitjeve,
po për dëshirën time për t'u zgjeruar në mënyrën se si zgjerohesh në Shqipëri. Pra vjen një moment që ti mund ta humbësh dhe busullën edhe ti të mendosh që po, në Shqipëri je i suksesshëm nëse bën këto gjëra, dhe ti e humb sensin pse unë kam nisur këtë gjë, që se kam nisur për këtë gjë, po e kam nisur për të krijuar. Jo vetëm në Shqipëri, kam përshtypjen se u mbasin kudo. Mirë, unë them Shqipëri ta thash sepse nuk dua të marr shembull që nuk janë, po marr shembullin tim. Dhe mendoj që do t'ju vlej shumë, sepse shumë pak njerëz flasin për dështimet, flasin më shumë për sukseset. Unë para 2 vitesh kam pasur një problem personal, shëndetësor, i cili patjetër që 100% ndikoi në mënyrën se si unë merja vendimet, dhe duke qenë vetëm unë, patjetër që nuk ishte njeri që të më kundërshtonte. Ishte Sara do ta bëj? Po do ta bëj. Nga mënyrën se si unë doja që të bëheshin gjërat, vrullin që unë doja, kisha fatmirësisht mundësi financiare tek biznesi, sepse biznesi kishte rritur vete, nuk besoj se ka një vajzë në Shqipëri që të paktën nuk e ka dëgjuar emrin Nes Cosmetics si brand kozmetik. Kështu që ne ishim rritur në mjaftueshëm që unë të provoja, të eksperimentoja, por nuk ishte nevojë të provoja të gjitha në të njëjtën kohë. Por të thash, domethënë ti vendimet që ti merr për jetën tënde personale, kur ti je një biznes i vogël, një startup, ndikojnë automatikisht në vendimet që ti merr në biznes. Kështu që kështu ndikojnë edhe tek punë. Fatmirësisht unë e kapa veten në kohë, dhe unë nuk kam frikë të them që kjo nuk funksionon, do ta mbyllim që të ecim përpara. Kështu që për shembull ne hapëm një dyqan në blok. Investimi brenda ishte shumë i madh, qiraja që ne kishim ishte gjigande, ai dyqani justifikonte veten e vet, por nuk e justifikonte faktin që duhet të impenjoheshin aq shumë njerëz për ta bërë atë që funksiononte, apo që online ose dyqanet e tjera që shisin produktet tona të mbante atë dyqan. Kështu që për këtë arsye unë thash okay, do ta stopojmë, do ta mbyllim edhe do vazhdojmë përpara me gjërat e tjera. Dhe unë tani kam kuptuar që një biznes kozmetik në Shqipëri është më mirë të futet në pika të caktuara që kanë më shumë eksperiencë menaxhimi, sesa ta menaxhoj vetë stafin edhe çdo gjë tjetër që mund të ketë problematik një dyqan. Kështu që unë edhe këto dështimet, pavarësisht se të kushtojnë shumë financiarisht, me thënë drejtën, nuk i shoh si dështime, por i shoh si një hap përpara që unë e kuptoj se çfarë bën edhe çfarë nuk bën, dhe nuk kam frikë as ta them, sepse njerëzit në Shqipëri kanë shumë frikë të thonë çfarë nuk shkon. Dhe e thonë atë që shkon me shumë zell dhe nuk kanë faj, sepse këtu më shumë kapen te kjo e para se sa tek e dyta. Por e kam kaluar këtë momentin me veten time dhe patjetër që ka dështime dhe ka suksese. Unë personalisht duke njohur shumë sipërmarrës në shumë drejtime, jo vetëm në Shqipëri, do mendoja që është falso kur dikush mund të thoshte që është vetëm mirë dhe nuk ka pasur asnjëherë probleme, sepse deri tani nuk kam parë ndonjë rast të vërtetë që mos ketë shumë probleme rrugës. Edhe thash, po njerëzit gjykojnë, më fal që të ndërpresa, njerëzit në Shqipëri gjykojnë më shumë njerëzit që i shohin më afër vetes. Pra unë nuk besoj se ka njeri këtu që gjykon zamirmane nëse mbyll një dyqan shpari apo se mbyll. Sepse mendon ai e kanë terezi, normal do ta mbyll, do ta hapi, pra e mendoj gjithmonë në favorin e tij. Por janë të gatshëm që të gjykojnë dhe ta shkelin në tokë dhe gjithë punën që kanë bërë nga pas, një vajzë të re që hap diçka dhe vendos ta mbyllin sepse nuk e ka funksionuar. Janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë që ta ulin edhe më shumë. Dhe kjo gjë i frikson njerëzit që thonë, po, kjo gjë nuk ka funksionuar dhe unë kam vendosur të vazhdoj në këtë rrugën tjetër. Kjo është shumë sfidë e madhe për të përballur, sidomos nga të rinjt që nuk janë mësuar me këtë aspektin e dështimit, se tani mbas eksperiencës kjo bëhet thjesht një numër, domethënë unë e di që do takoj 10 që të thotë njëri po, tani. Jashtë është edhe më shumë ai numër, do të takosh 100 që të thotë njëri po. Tani nga aspekti i partneritetit, pjesa e fundit para se të kalojmë edhe pak fare te e-commerce pasaj, nga aspekti i partneritetit ti kape në fillim që kur u ktheve në Shqipëri, partneriteti ishte edhe më kompleks, se nuk të njihnin. Më vonë njerëzit nisën të njohin, tani nisën ta njohin YouTube-in, influencerin shumë. Si është partneriteti? Domethënë
edhe marrëdhënia midis njerëzve, konkurenca, xhelozia, çfarë janë ca elementë që ti përballesh shpesh? Që të jesh një person siç mund të jem unë, pak i njohur dhe ka një biznes, është ik me dy presa. E para sepse njerëzit që nuk janë të informuar mbi biznesin, çdo gjë që i ndodh biznesit e atashojnë me ty. Pra ti e ke fajin për këtë, ti e ke bërë këtë gjën. Më kupton? Domethënë, kjo gjëja është shumë sfiduese për ty, që ti ta mbash gjithkohës on top biznesin dhe kur vet nuk je on top. Thash, edhe emocionalisht dhe çdo gjë tjetër, jo vetëm financiarisht. Kështu që kjo është një sfidë e vazhdueshme. Dhe kam vënë shumë që bizneset në Shqipëri kanë një qasje shumë arrogante ndaj bizneseve të tjera. Pra e mendojnë veten që gjithkohës në një sfidë të madhe, një luftë të madhe, që unë jam më i mirë se ky, si guxon. Të them një rast me që më përmendë një djalë që ishte nga posta. Ne punojmë me një postë të caktuar dhe bashkëpunojmë me të prej paka shumë një viti tani. Kishim një ditë shumë porosi, ishin diku te 1500 porosi. Dhe kishim, duke qenë se ne i kemi zyrat afër QTU-s, e kishim të pamundur me kapacitetin që kishim njerëzor, që t'i mbyllim të gjitha porosit në momentin që do vinte shoferi. Kështu që mbyllëm një pjesë të porosive dhe i tërguam. Problemi është që ne duam gjatë gjithë kohës që klientët i kënaqim dhe t'i marrin në natë sekond ose një ditë më pas dhe jo sa të vi korrieri tjetër, të vi ditën tjetër, sepse atje kalon vetëm një herë në ditë. Ç'a ndodhi? Thash, po mirë, kontaktoni këtë postën tjetër, që ne kemi bashkëpunuar më përpara, dhe jepni një pjesë të pakove këtyre që këta të dy postat të shpërndajnë për ne. Normalisht, ata marrin finë e tyre dhe vazhdojnë punën tonë, domethënë shumë okay në këtë gjë. Një nga vajzat, nga nxitimi i pakove, dy prej pakove i kishte vendosur me këtë stikerin e postës tjetër. Pra kishte ngatruar stikera. Më morin telefon, jo mua, po vajzën që punon. E mori telefon pronari i postës dhe tha, të jetë hera fundit tha që na dërgonin e pako, se ne nuk bashkëpunojmë me njerëz që bashkëpunojnë me posta tjera. Që mua mu duk absurde, se çfarë problemi ke ti nëse unë punoj me 10 posta të tjera, për sa kohë po zgjedh punoj edhe me ty. Pra unë po t'jap lekë edhe ty. Cili është problemi jo që unë do punoj edhe me tjetrin. Pra këtë luftën mes llojit, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë, sepse ne jemi një shtet aq i vogël. Kjo pra është. Jemi një shtet aq i vogël, sa nuk kjo lufta nuk bën sens, sepse po luftojmë për 2 milion banor, nuk është se po luftojmë për 2 miliard njerëz dhe hajt. Okay, po nga që janë shumë pak, duket sikur do mbarojnë, edhe të zihemi për ato pak që janë. Po, nuk është mënyra se si ti afron klientin në këtë lloj mënyre. Domethënë ai s'don të më afronte mua me këtë rast. Po, domethënë si mund të ngeli ty hatri që një biznes punon me dy postash. E marrin personale e kanë fjalën. Partneritetit si influencer, sepse si biznesi është shumë më jashtë si biznes. Në aspektin e si influencere, kompanitë mendojnë se e bëjnë më mirë se ty në ca raste asnjëherë, ose pastaj nisin e bëjnë vetë, apo kanë ca teka që ndonjëherë nuk janë të kuptueshme. Unë mendoj që bizneset tani, sidomos këto agjencitë e marketingut, kanë një sfidë shumë të madhe, profesionalizmi. Sepse është kjo gjë që ne përmendëm përpara, numrin e ndjekësve. Në këtë moment që ne flasim, është një gjullurdi e madhe në rrjetet sociale për çështjen e numrit të ndjekësve. Ne gjithë e dimë që shumica e njerëzve i kanë ndjekësit e bler ose të fake, ose mund t'i kenë pasur një moment caktuar real dhe pastaj ka humbur ai sparku, shkëlqimi. Dhe unë nuk kam preferuar ta bëj në asnjë moment këtë gjë. Unë kam 170.000 ndjekës më duket, diçka e tillë, dhe kam preferuar të mos ta prek këtë gjë sepse mua nuk më intereson fare. Do të thënë, unë nuk e di se cili biznes në Shqipëri pretendon që të marri 170.000 porosi ose pyetje nga një influencer X që ka kaq ndjekës, sepse nuk do ndodhi. Ty nëse të vinë 10 pyetje nga një influencer që ka 5 milion ndjekës, je me fat, sepse kështu funksionon tani. Pra, nuk ka lidhje numri i ndjekësve. Unë kam bashkëpunuar madje me shumë influencera që janë shumë të mëdha në numër, dhe nuk më kanë sjell as edhe një individ mbrapsht. Unë nuk e shikoj asnjëherë vetëm te blerja, sepse unë nuk jam shitse si influencer. Ka patjetër që nuk e kam për detyrë të ta shes, po ka për detyrë të sjell edhe thjesht interaction. Më kupton?
dhe ka parë që nuk ka pasur sukses, sepse nuk ka një komunitet. Dhe këtu bizneset i mungon njohuria e duhur që këto agjensit nuk ja japin, që të kuptojnë që një produkt i mirë nga këto influencerë nuk varet nga numri i ndjekësve apo sa i shkon videoja. Varet nga komuniteti që ajo ka dhe nga interaksioni që ajo ka në çdo video. Nëse është me direct message, nëse është me save, nëse është me mesazhe që mund t'i vinë gjatë kohës. Pra këto gjëra mungojnë edhe e marrin shumë cekët gjithë gjën dhe më besoj që harxojnë pafund lek kështu. Dhe është një lek i harxuar kohë dhe patjetër që pastaj ata kanë skepticizëm kur flasin për influencerë që janë vërtet të mira. Por nëse mund të veçosh disa ose një teknik ose që funksionon kur shkon approach për herë të parë një biznes për të bashkëpunuar. Kërkoj insightet. Vetëm insightet mund të ta zgjidhin këtë gjë. Dhe mundësisht të bizneseve që janë të lidhura me ty, sepse unë si brand kozmetik nuk mund të të kërkoj ty insightet e si e ke shitur ti laptopin. Sepse nuk ka sens. Para se ta marrësh si klient, pra ti shkon. Jo, nuk e merr si klient. Ti shkon dhe i thua kam dëshirë që të bëj një bashkëpunim me ty. Të lutem, mund të më dërgosh disa insightet tuat? Është kaq e thjeshtë dhe çdo influencer të dërgon, sepse nuk është. Jo si influencer të shkon te biznesi. Pra, fazën e gocave dhe çunave që duan të shkojnë të bashkëpunojnë me një biznes, kanë arritur të ngrenë diçka të vogël, por duan të nisin të kenë ato 50.000 lekëshin e parë, 5.000 lekëshin e parë, qoftë edhe për 4 video. Domethënë nëse shkon pa pritshmëri dhe nuk vendos ti standardet i pari, kur ti e di që ti nuk je on topin tënd, ti do të shkosh atje, shkon me papritshmëri. Unë këtë gjë kam bërë. Unë nuk kam kërkuar 50.000 lekë në fillimet e mia, më kanë ofruar 50.000 lekë dhe kam thënë po. Do thënë, thënia po, mendoj që është më e mira që mund të merrni nga një biznes për t'ju testuar dhe më pas kjo gjë është e dy anshme. Domethënë e shikoj këtë gjë edhe te biznesi, po edhe tek njerëzit që kanë frikë, hezitojnë. Nuk keni për çfarë hezitoni, se nuk do humni asgjë, maksimumi nuk do ndodhi. Domethënë çfarë do ndodhi nëse shkon edhe të thotë më vjen keq, nuk e bëjmë dot. Okej. Po, është kjo pjesa e egos, pra, që e por nuk jemi për biznes këtu, nuk jemi për ego. Nuk ka ego në biznes, as këtu ma kanë thënë gjithmonë, njerëzit janë çuditur shumë me faktin që unë njeh shumë njerëz në Shqipëri, apo që bëja bashkëpunim me Lori Hoxhën, me Sara Hoxhën, me Alketën e me shumë njerëz. Dhe më kanë thënë si njeh ti këta njerëz, se ti ke jetuar këtu në periudhën tënde që ti mund t'i njeh këta njerëz. As nuk kam qenë në një shkollë, ke Ismail Qemali kam qenë. Kryesisht isha në një shkollë që ti kisha aty njerëz brum që kur të rriteshin ti mund t'i kërkoje favore. Dhe unë që kam bërë në çdo event që më kanë ftuar, eventin më idiot që ti mund të mendosh, kam shkuar dhe kam bërë të njëjtën gjë çdo event, shkoja e prezantohesha njerëzve, sepse e dija që nëse shkoja prapë në eventin tjetër ajo s'do më mbante mend mua, sepse normalisht kush jam unë për të mbajtur mend ajo kur unë po i shkoj. Dhe pas 5 eventeve fillonte të mbante mend dhe më kujtonte po ti ajo. Dhe fillonin flisnim, bënim diskutime derisa krijoi një marrëdhënie që në thelb ishte biznesi, të dyja palët ishin të qarta, por ishte njohje. Dhe kështu nisi pastaj ka faza, domethënë nuk mund të krijohen tani. Ka një kohë, edhe këtë po diskutonim pak më parë për përgatitjen e eventit. Është një proces që do ndërtuar një marrëdhënie e cila nuk ndërtohet nesër, sa do të suksesshëm të jeni apo sa do të bukur ta bëni atë videon apo atë produktin, është një marrëdhënie që ndërtohet me kohën. Okej, unë mendoj që pjesën më kryesore të paktën të atyre elementeve të biznesit që ne po prekim, unë mendoj se kam ezauruar, por nëse keni ndonjë pyetje juve, ndonjë dilemë, ndonjë gjë që ju ka ngelur. Mos keni turp, se sa po folëm që s'do ndodhi gjë nëse bëni pyetje. Do të pyesë vetëm diçka. A keni pasur vështirësi me rrugëtimin si grua, si vajzë? Në gjithë këtë gjë? Po. Si keni përballuar? Tani keq më vjen ta them, por kam pasur probleme, sidomos në fillimet e mia si influencer ku shumicën e bizneseve në Shqipëri e drejtojnë meshkujt, të paktën të drugstore-ve, të supermarketeve, të parfumerive. Dhe më është dashur që të shtirem. Pra kam marrë partnerin tim dhe i kam thënë do bësh sikur je ti menaxheri im. Dhe kam zgjidhur në këtë mënyrë derisa fitova besimin te vetja ime
dhe i drejtohesha me një qasje, do të thënë, unë mendoj që është çështje besimit te vetja. Në fillim s'kisha aq besim te vetja, sa të mendoja që doja dalë nëse flas me këtë personin që mua as po mi hedh syt. Sepse kështu ndodhte. Pra, kjo qasja e injorimit të frikson dhe ti thua, "Okej, atë po bëj si çdo ai." Në momentin që ti fiton vetbesim te vetja jote, dhe thua, "Okej, unë do ta bëj këtë takimin, do ta bëj vetëm, edhe shkoj si të shkoj, ai ka për të dëgjuar deri në fund." Dhe këtë qasje me këtë lloj intonacioni ja drejton edhe personin që ke përbalë, nuk do kesh probleme të tjera. Unë kam pasur më shumë probleme për faktin që jam individ që njihem, se sa për faktin që jam grua. Do thënë këtë e ke pak po të sigurt. Thjesht mundohu, ajo vjen me kohën, domethënë që ti të krijosh besim te vetja që po mund ta bëj këtë gjën vet. Dhe thjesht nuk do të duhet të jesh kaq e ëmbël se nuk shkon gjikundi fatkeqësisht. Po. Çfarë ke dashur të dije përpara se nisi biznesin tënd? Gjëra që ndoshta nuk e kishe ide në fillim, po më vonë e kuptova. Unë kam dashur që të di që biznesi nuk është thjesht lojë. Pra, nuk është që ti rri tek shtëpia jote, krijon një produkt, dy produkte, edhe nëse nuk janë në rrugën që unë bëra për në Itali edhe në shtëpi, dhe i shet në Instagram. Pra nuk është kaq me lule. E kuptoj dëshirën e madhe për njerëzit që duan të bëhen të pasur nga biznesi, por nuk ndodh. Me hapjen e një biznesi nuk do bëheni asnjëherë të pasur. Do të thënë në fillimet tuaja kam fjalën, jo asnjëherë. Se në fillimet nuk do bëheni të pasur. Dhe nuk është rruga më e shpejtë për të bërë i pasur. Kjo duhet të jetë shumë e qartë sepse patjetër që ju do bëni çfarë doni ju, por realiteti është që fillimet të paktën 5-6 vitet e para, më shumë do investoni, kohë, nerva, do qani, do mërziteni, do gëzojeni shumë, se sa do e keni mendjen tek pasuria juaj që ju bëhet milioner. Këto janë raste të ralla që patjetër që ndodhin, mund të ndodhin në kripto, ku diun, këto gjërat e tjera, por në bizneset normale nuk parandodhin. Dhe do doja që të dija që kjo mendoj që është goxha shumë e rëndësishme, që të punosh më përpara te një biznes i ngjashëm me atë që ti do të hapësh. Sepse do evitosh shumë gabime që ti nuk i mendon që do ndodhin, por ndodhin. Dhe ti fiton eksperiencë, shikon se si ndahet struktura. Do të thënë, mendoj që të bën gjithmonë mirë të punosh diku që ti të marrësh informacionin jo për t'i vjedhur diçka, po për ta personalizuar më pas. Për eksperiencë. Po. Se kam parë shumë njerëz që janë në shkollë akoma dhe nuk kanë bërë asnjë punë dhe duan të hapin diçka të tyre. Është okay, mund ta provojnë, por dështimi është shumë më i sigurt se sa po të punosh diku tjetër, të shikosh personin tjetër se si mundohet dhe pse jo ti mbase e kupton që nuk është gjë për mua dhe s'do ta bëj. I kursen vetë shumë dhimbje. Pyetja e parë është sepse na the pak më parë që kishe vazhduar shkollën për arkitekturë dhe pasi u ktheve këtu në Tiranë. Po. Gjatë kohës që po ndërtoje biznesin ose që ishin ato vitet e para të biznesit, ti po punoje diçka që kishte lidhje me shkollën ose po punoje në një punë tjetër që nuk kishte lidhje të drejtë me biznesin tënd? Po bëja internship për shkollën ndërkohë. Domethënë, ka zgjatur 6 muaj, kam punuar pa pagesë në bashki. E kuptova që ajo gjë ishte për mua, sepse bënim gjithkohës projekte dhe nuk realizoheshin kurrë. Dhe thash, okay, do ta lë këtë gjën, sepse mund të vazhdoja për siç ndodh zakonisht për të filluar punë dhe lash dhe thash do bëj këtë gjën tjetër. Kështu po i bëja të dyja njëkohësisht. Na folë edhe për pjesën e sfidave, domethënë që kishe hasë në biznes. A ka pas në një moment specifik që ke thënë, okay, ky problemi është kaq i madh sa unë nuk jam vlen ta vazhdoj, thjesht do të rreq dhe ishte një udhtim i këndshëm, mora një eksperiencë, ja vleti deri këtu, por nuk do vazhdoj vërtet. Po ka pasur, ka qenë vjet ku, siç e përmenda pak më përpara, kisha edhe disa probleme shëndetësore dhe po më kthehej aq stres situata që biznesi ishte, sepse ne patëm një situatë që një nga punonjëset e kompanisë bëri një vjedhje shumë të madhe të kompanisë. Nuk dua t'i futem në detaje, por kjo normalisht ndikoi në çfarë do lloj gjëje që kompanisi duhet. Kështu që kjo gjë po më bëi një stres shumë i madh, ndërkohë që kisha edhe probleme të tjera dhe po ka pasur një moment që kam thënë, shikon, kaq mund të bëja, nuk e bëj dot më. Fjeta gjup,
u zgjova ditën tjetër dhe thash Sara, nuk ke një zgjidhje tjetër, duhet të vazhdosh sepse ishte si ajo që thash E përpara. bukur që është në momentet kur janë të vështira, si me magji ndodhin me vështira akoma. Domethënë me shumë mundësi kjo vjedhja, siç më ka ndodhur 2 herë, jo një herë vjedhje dhe 2 herë përmbytje, ka ardhur në momentin kur ishte e vështirë. Po gjërat ishte e vështira. Po thash, unë kisha problemet e mia. Erdhi dhe kjo fat. Ishte të treja herë që më ka ndodhur një vjedhje. Vjedhje mund të ndodhur më shpesh. Po, e di kush është problemi, më fal që ta ndërpres. Që ti këtë gjë e ke ditur vetëm ti. E kupton? Ndërsa unë në biznesin tim duhet të shtirasha sikur asgjë s'kishte problem. Sigur ne ishim super mirë sepse ai klienti isha pjesë e Balfinit e mori vesh gjithë që u përmbytën, i kishim gjithë lek me borxh, domethënë ishte më keq se unë. E njëjta situatë, po ti duhet ta zgjidhje sepse është edhe fjalia pas, domethënë. Se ti edhe influencer dhe është edhe ky kërcënimi që ne mund ta nxjerrim këtë gjë nëse ti e kupton, a thua ti se unë kisha shumë qejf çaja natë. Sara, shumë faleminderit për përgjigjet, do të doja të bëja një pyetje të fundit. Po, patjetër. Si ke arritur ta menaxhosh kohën midis jetës private dhe gjithçka e tjetër, duke qenë pak a shumë një person publik ose një person siç thua edhe vetë që nuk i bëje dot të gjitha, se kishte edhe këtë gjykimin ose kishte edhe këtë pjesën që nëse unë dal tani dhe nuk më njeh askush në rrugë, për ty nuk funksiononte njëjta gjë. Si arritet ti balancosh pjesën e punës me jetën private? Unë nuk e kam djerë ndonjëherë këtë me thënë drejtën, sepse nuk kam pasur problem që të më njohin, për sa kohë kam vendosur që të dalë, e di këtë gjën, edhe pluset edhe minuset. Thjesht mënyra vetme që unë kam gjetur këtë balancën është mos flej gjumë edhe të bëj të gjitha. Do thënë, dhe kjo më ndihmoi shumë kur linda fëmijët, sepse pajumësia që kisha përjetuar përpara nuk ndryshoi dhe isha shumë okay. Isha kështu pse po ankoja njerëz të thjeshtë, do rrim prapë pa gjumë. E të mërshme, unë se baj do të ri pa gjumë. E kështu mendon ti, derisa nuk ke një zgjidhje tjetër. Se di. Fal kishte dhe vajza? Unë desha të bëj edhe një kompliment për sinqeritetin dhe thjeshtësinë, se e transmeton shumë të tjerë. Unë kam një biznes të vogël online dhe kur nuk kam shumë porosi gjatë viteve, dhe një ditë që nuk kam shumë porosi nëzitem shumë dhe përjetoj shumë keq. Po për shembull kur nuk keni as orders sa që keni pritshmëri në biznesin tuaj, si reagoni ose çfarë masash merrni? Jeni impulsive që thonë, pse janë kaq pak, se dua më shumë, sepse ata do të shikojnë 1.500 dhe ato do shumë në mendime, shumë. Po tani ki parasysh që jam 5 vite. Shiko, unë mendoj që ne kemi pasur plot momente, nuk e përmenda pak më përpara, por ne kemi hapur S Cosmetics, unë kam dhënë çdo cent dhe kush do ta besoj këtë gjë, kush do mund të spekulojë gjëra të tjera, mua nuk më intereson shumë, nuk më ndryshon gjë. Unë kam dhënë çdo cent që kisha mbledhur për S Cosmetics. Çdo gjë, do thënë zero, shkoj ajo. As 500 lekë më ngelën mbrapa. Ka shumë që 1 milion euro borxh. Jo, ishin të mia të parët. Dhe dha çdo gjë. Një muaj më pas, ne do e hapja në Ratermeti, sepse ishte perioda më e mirë, dhjetori është perioda më mirë e shitjeve. Ratermeti kur do mblinte mua paleta. Thash do ta shtyp për janar. E hapa në janar, neve në fillim të marsit u futëm në pandemi. Thjesht imagjino stresin që unë kam pasur, duke ditur që kam 2 të punësuara, kam për të paguar taksa, kam për të paguar se isha dhe e lishme, kupton? Kam për të paguar taksa, siguracione, duhet që të kem një lek për të ngrënë, si mendon. Dhe isha në një panic mode se kush treshin do lyej me paleta në një periudhë që njerëzit po vdisnin. Domethënë, duket kështu bukur tani, po si ishte aq e bukur atëherë. Kështu që ai është momenti që kur ti nuk ke shumë orders, ai është momenti kur ti bëhesh më kreative. Edhe fillon edhe krijon mendjen tënde. Po. Kështu që mos e mendoj që të ndodh vetëm ty, më beso, të thash unë jap konsulenca shumë bizneseve të reja, më besoj ndodh të gjitha. Të gjithë kanë një moment të caktuar që kanë shumë pak porosi, por është momenti i duhur për ty për të kuptuar a ja vlen ta vazhdosh këtë gjë për anën psikologjike tënde, a do ti të bësh diçka tjetër apo do t'i japësh gaz kësaj gjës edhe do t'ja dalësh se s'ka zgjidhje tjetër. Në momentin që ti e ndan mendjen, nuk ka zgjidhje tjetër. Të lutem. Okej, shumë faleminderit Sara që ishe. A ka ndonjë pyetje tjetër? Po ka, po. Nga rrugtimi nga fillimi po them ose ka të vitet e parë që kemi pasur vetëm YouTube-in, si do doja ta ndaj, domethënë një diçka që
po themi, t'janë hapur sy ti momente dhe ti ke bërë diçka shumë ndryshe, ose ke pasur një moment një ngërç, ose një diçka që s'po te si na aq mirë video sa doje, ose kishin ngelur ato views-at këtu edhe ti bëre një diçka pastaj edhe sikur Unë kam bërë një gjë, po nuk e kam menduar në këtë prizë. Në këto ide të videove që unë bëja gjatë gjithë kohës, mundohesha që të isha gjithë kohës politikisht korrekte. Pra nuk doja të ofendoja njëri, nuk doja të mërzisja njëri, asnjë biznes. Në momentin që unë ndryshova këtë gjë, jo që unë u tregova arrogante, vulgare, e pa edukate etj, por kur unë fillova të flisja kështu siç po flas tani pa doreza, filloi ndryshonte çdo gjë. Për shembull, unë bëra një video që quhet, besoj se e keni parë, atë që më kanë ndjekur, çfarë bëjnë gabim shqiptarët në make-up. Ajo videoja unë nuk i hap komentet asaj video se kam frikë. As nuk i kam hap që ditën e parë më tha bashorti mos e prek atë video, edhe kanë ngelur aty unë se kam parë më kurrë, sepse i preku njerëzit nga fjala shqiptarët. Dhe ishte një mënyrë e mirë për të rritur pak atë viralitetin e videove. Prap ishte fokusi i njëjtë, prap ishte edukativ, prap nuk ishte duke sharë, nuk ishte arrogant, nuk ishte dalakurish, nuk ka nevojë që ta egzagjerosh për të ngacmuar, mund të ngacmosh edhe me sinqeritet. Ka gjë tjetër? Mos e vrisni mendjen, kam lënë fëmijët me datën, mund të ri. Unë kisha një pyetje. Për arritjet që keni arritur deri më sot, mendoni që është më shumë çështje fati apo ke zgjedhur strategjinë e duhur? Po jo çështje fati, këtë e dëgjoj gjithë kohës unë, çështje fati, ku ishte fati këtu? Vetëm fat kam pasur. Provoj një gjëngec. Si ishte fati, unë mendoj që njerëzit ecin me intuit. Ishte insistimi. Patjetër, po edhe intuita që unë nisa YouTube-in. Do të thonë unë ndjej që po ta bëj këtë gjë se s'e ka bërë njëri, po të bësh gjëra që njerëzit i kanë bërë dhe ti thua, do ta provoj edhe unë këtë se i ka ecë kësaj. Nuk do të funksionojë. Por nuk është çështje që ajo ka pasur fat që e ka bërë këtë gjë, është insistimi, është intuita dhe është vazhdimi edhe vendosmëria. Unë mbaj mend shumë momente të caktuara që të thash, qoftë me gjërat më idiote, qoftë komentet negative që fillon me këtë gjën, qoftë ngërçet financiare, që fillon bëhesh më kreative, bën ndonjë ulje, bën del çdo ditë në YouTube, çdo gjë që ti mendon ta bësh, duhet ta bësh edhe patjetër, qoftë ato trokitjet e dera, gjitha këto janë insistime. Në asnjë moment nuk është se kam pasur fat edhe më kanë thënë e kuptoj këtë gjë që ti do të thuash, sepse edhe unë e kam pasur si paragjykim njerëzit në Shqipëri, sepse këtu janë mësuar gjatë gjithë kohës sikur ke një individ që të ndihmon edhe ai personi do të shpëtoj, por më beso që edhe për këta njerëz që ti mendojnë që thjesht kanë pasur fat se kanë pasur njëjet e dhura etj, nëse nuk kanë intuit edhe persistence, se si thuhet, insistim, nuk i funksionon, se ty do të njohin, një herë, do ta takosh atë individin, do të të japin ca lek, do ta bësh, po pastaj do mbaroj se nuk do të ndihmojnë gjatë gjithë kohës. Kështu që 10 vite nuk ka fat, ka insistim. Qofse s'do ishin ato 3 videot në javë, nuk do ndodhte asgjë, se edhe unë e kam provuar me një video në muaj, ndonjëherë, edhe s'ka ndodhur asgjë, kështu që 3 videoja insistimi, edhe ndjekja pastaj e kësaj intuitës. Tregoj një ato me plastrin që më the mua. Po, dhe kjo sinqeriteti, unë kam dashur gjithmonë, kam bashkëpunuar me shumë influencerat dhe vetëm me influencerat që realisht ishin vetvetja, kishim rezultate të mëdhaja. Edhe kishim një seri me 4 pjastra që i dham Sarës. Bëj review ti si të duash. Çfarë duash ti? Një pjastër ishte shumë e shtrenjtë dhe shumë e mirë normalisht. Edhe Sara atë zgjodhi si të preferuarën, me sa mbaj mend, por ishte një pjastër shumë e lirë që Sara nuk arrinte ta hapte dot. Domethënë, po përpiqej ta hapte, nuk e hapte. Nuk e përdori dot asnjëherë që të bënte review për atë pjastrën. Ajo u shit, u mbarua e gjitha sërish, sepse originaliteti i Sarës për audiencën që e ndjek, njerëzit e kuptuan që okay, s'di ta hap, po është kaq e lirë, sa ja vjen ta marrësh tek e fundit se do ta mësoj si hap. Sa provoj unë ta hap, atë ja shkruaj asaj. Po, dhe ti u duke se ti po pyesje edhe një shoqë aty, mos si hapet kjo. Dhe ajo vazhdonte shiteshe, ne na mbaroi pastaj s'kishte më, por që ishte shumë e qartë që ky spontaniteti dhe nuk e bëjnë shumica e influencerave në Shqipëri,
Unë ju lutem, nuk kanë as kreativitetin që ta bëjnë, presin që t'i them unë sa çfarë të bëjnë, dhe nuk punojmë me ata lloj influencerash, prandaj edhe ju them originaliteti gjithmonë ai që jeni ju, sepse ju jeni, ne kur shikoni me stafin thamë, bo çfarë na ka bërë me këtë pjasë, se e kishim qef, ishte një pjasë që se kishte njeri, ishte lirë, edhe kur nisi të shitej ajo, domethënë ishte aq e qartë, aq e bukur originaliteti sa e vërteton në çdo rrethan. Dhe përveç asaj, neve kemi trafikun live, pra ne mund të shikonim live, atë që tha Sara që na tregon datat, ne shikonim çdo gjë live, edhe unë kam matur, edhe i kam thënë Balfinit atëre, që ore pse më detyroni të shkoj në Portokalli, edhe në këto media, ku e keni live sa trafik kam. 84 ka vajtur maksimumi live me Portokallin, veta, real time, 5.000 euro. Ndërkohë, me shumë pak, shpërthente trafiku me Sarën dhe nuk mbaronte kur mbaronte Portokallia apo video e Sarës, po vazhdon akoma rrezik. Po, unë di nga agjenci turistike që unë kam bashkëpunuar në vite më përpara, para se të isha mami, para 6 vitesh diçka e tillë, dhe të betohem, akoma më shkruajnë dhe më thonë, ne na shkojnë njerëz në Egjipt vetëm nga videot që ti ke bërë për Egjiptin. Do të thënë që unë i kam harruar që kam shkuar në Egjipt. Eksakt. Kjo pjesa e originalitetit nuk ka mjet monetar që e kompenson, sepse ne kemi dalçi nga originaliteti, pra duhen shumë njerëz të fortë ose me shumë vendosmëri që neve të mos bijem në atë vorbullën e të kopjuarit të diçka të suksesshme, sepse siç e tha Sara, ka kjo egoja në rrjetet sociale ju nuk shikoni realitetin. Po realiteti, se unë e mbaj mend shumë isha në Holland para ca muajve për një event, dhe realiteti ishte që pjesën e kohës prisje në tren, shikoje njerëz që rinin të ditën në celular, nuk ishte ai momenti bukur në Rotterdam apo në Eindhoven, ai ishte vetëm një 10 minutë i të gjithë eventit. Ndërkohë njerëzit nuk i tregojnë fare ato dhe ju shikoni atë 10 minutëshin edhe ju duket sikur wow. Ndërkohë të gjithë janë duke vuajtur pas asaj gjës me sfidat e tyre, jo se janë keq. Po kanë sfidat e tyre, kanë ato problemet që ju keni, edhe thjesht po e shikoni realitetin të deformuar pak. Shiko, njerëzit e kanë shumë thjesht që thonë edhe që po pse se ndan ti këtë pjesë, po nuk është aq e thjesht. Sepse unë për shembull vjet e kam pasur si moment shpërshëndrimi rrjetin social. Pra unë doja që të isha individi që po tregoja që isha në rrjet social. Pra unë doja të isha aq e lumtur, aq e qeshur, të më shkonin gjërat aq në terezi sa i nxirja aty, dhe është shumë e vështirë që ti ta pranosh që nuk po eci mirë, ja, se edhe njerëzit, po ta shofësh, ma ka thënë një shoqe këtë dhe nuk do ta harroj sepse më ka ndodhur fiks në këtë periudhën e vështirë. Shqiptarët mund t'i falin çfarëdo lloj gjëje njerëzve. Do të thënë shqiptarëve të tjerë, mund t'i falin gjakun, mund t'i falin ushqimin, çfarëdo lloj gjëje. Po vetëm suksesin nuk ja falin. Kështu që këtë unë e kam pat në vesh dhe sa ari që po më shkon diçka keq, e them, po më shkon diçka keq, më lini atë, mos më bezdisni. Pyetje tjetër? Po? Vetëm stërvesja me qenë se po flisni për autenticitetin edhe ndonjëherë autenticiteti duket si fjale romantizuar një çik sepse jo pavarësisht asaj që ti mund të sjellësh në krimin e kontentit në atë momentin, gjithmonë rrjetet sociale ka atë hype. Po, dhe kurimi që ti duhet bësh për bërë diçka të bukur, duhet në një farë mënyrë ta sjellësh që pëlqen nga publiku. Pra ku është balanci midis të qenurit autentik, por edhe të kulluarit të diçkaje që të eci, jo thjesht. Po mirë, ku e di ti që nuk do eci në momentin që ti e bën siç do ti ta bësh? Do të thënë, e ke provuar ti që këtë videon që ti e ke parë virale ta bësh në mënyrën se si ti do që ta bësh, se ti po flet besoj për TikTokun, apo jo? Ti, do të thënë, unë kam parë këtë edhe në shumë biznese që një ndër bizneset e mia janë, ne mbajmë rrjetet sociale të bizneseve caktuara. Dhe pyetja që kam pasur gjatë gjithë kohës për këto biznese ka qenë që çfarë do ti të arrish? Do të thënë, ti do viralitetin që të shkojë video të kënaqet syri që shef 1M aty, apo do 5.000 njerëz që ta shohin atë videon, por ke 10 blerje nga ajo 5.000-shja. Nuk kush është qëllimi jot? Që ti thjesht viral, sepse viral më shbër një video mua me çunin, që njëri nga çunat tërhiqte çunin tjetër, ajo s'm ka si asgjë mua. Asgjë, nuk është se më njeh njëri mua se ka tërhiq çuni im çuni tjetër. Kështu që
kush është sensi i të qenurit viral, sepse kjo është një ndër gjërat që mendoj që po krijon shumë konfuzion në brezin e ri, kërkesa e madhe për të qenurit viral, bërja e kërcimeve që në thelb nuk kanë asnjë sens. Unë e kuptoj, unë e bëj për vete këtë gjë për qef, edhe nuk e kam në fokus që do ta bëj këtë kërcimin që të bëhet viral, po ta bëj këtë kërcimin se kam qef. I thoja Dartit më xhiro pak këtu tek stacioni i trenit sepse do i bie mandolinës. Sa më thoshte çfarë do bësh? Të bie mandolinës, është një video në Instagram. Po unë e dija që kjo gjë nuk do më sjellë asgjë pas. Unë do e bëj këtë gjë për qef. Nëse ti fokusohesh kështu, atëherë vazhdo bëje si të gjithë tjerët, por nuk është se do biesh ndonjëherë në sy. Më kupton? Do të thënë, janë aq shumë njerëz, janë aq shumë video, janë aq shumë trende sa nëse ti nuk del nga kjo vorbulla, edhe kështu e qetë si e ti. Disa njerëz ka si puna jote që duan që të shohin një njeri të qetë, të pashtë, si vetë aty e thonë, "O prit se kjo është si unë, dua ta dëgjoj këtë gocën." Kështu që mos e mendoni sikur ju jeni të mërzitshëm, jeni boring, sepse nuk po merrni klikime apo sepse nuk po ndiqni trendet. Përkundrazi, kjo i bën më interesant, nëse dini jashtë kësaj turmës që e shohim gjatë gjithë kohës që vetëm po shtyn. Shpresoj të të kem ndihmuar. Pyetje tjetër? Po. Si e ke lyer shumë mirë. Unë jam Dera. Sa të pyesja nëse jeni në fillimet, domethënë nëse e bini prapë veten tuaj në fillimet e YouTube-it, sa e këshilloni që mund të postohet? Sa më shumë që ti të mundesh. Sasia është Chelsea, por dhe cilësia, do të thënë është një sfidë me veten tënde. Unë do prisja sa ta kisha një plan për muajin e parë, që pastaj të vazhdoja me krijimin e kontentit. Do të thënë, mua më ka funksionuar shumë që kam qenë çuditërisht, asgjë tjetër nuk jam e organizuar përveç se për këtë gjë. Kam pas organizuar gjithmonë muajin. Pra, nxirja ide nga mundësisht sa më origjinale, e di që ti do ndikosh sepse është e pa evitueshme që të ndikosh, po nxirri det, bëj një herë gati planin e muajit të parë dhe pastaj fillo krijo, sepse vetë audienca që ti do krijosh në atë muajin e parë do të të kërkojë ty gjëra dhe pastaj është pak më e thjeshtë vazhdime. Por do të sugjeroja sa më shumë ti të mundesh. Unë kam pas bërë 3 video në javë dhe ka qenë okay, ka pasur njerëz që bënin edhe çdo ditë vlog. Nuk e di nëse ke ndjekur një Nicole Guerrero, ka qenë një youtuber që bënte çdo ditë video, çdo ditë, do të them për 5 vite me radhë, dhe ja ka qenë on top në Amerikë. Po bënte çdo ditë video dhe ti i shifje shumë super editit. Kështu që nuk është e thjeshtë, e kuptoj atë dëshirën për të bërë gjën, për të bërë famshme, nuk është kaq glamorous sa duket jashtë. Zakonisht youtuberat edhe jashtë nuk kanë një jetë pas ekranit, thjesht qëndrojnë aty. Bëjnë ato gjërat që duhen bërë, shkojnë bëjnë thonë që ti nxjerrin edhe kaq. Tjetër pyetje kemi? Okej, mirë, shumë faleminderit Sara. Faleminderit juve. Edhe për kohën. Ishte shumë kënaqësi që t'ju takoja të gjithëve. Do doja të merrja ndonjë pyetje nga çunat, se vërtet flasim për make-up, po besoj se mund t'ju interesojë ndonjë gjë, apo si është kështu. Në këtë moment nëse do të ndajemi në biznesin e kontentit, këtë do zgjidhni të vazhdoni? Nga ana financiare do zgjidhja kontentin. Nga dëshira ime do zgjidhja biznesin. Ja, okay, tani do fleqet. U bë dhe një pyetje nga çuna. Ja bëri dhe Luka shpari, jam po, fal. Po pyetja ishte shumë serioze e jotja dhe humba sensin. Mirë pra, shumë faleminderit. Faleminderit.